rritja e çmimit të naftës, shtrenjton edhe ushqimet bazë, qeveria monitoron shportën me 80 produkte për të mos lejuar spekulime nga ana e tregtarëve. Ferma VIP 3 nisot rrugëtimin në ekranin e Vision Plus. Emra të spikatur nga artikultura dhe televizioni bëhen pjesë e garës së fortë që premton sfida dhe emocione. Rreshtet e Dëborës rikthehen në veri dhe në juglindje në mes të pranverës, duke ulur ndjeshëm temperaturat, nuk ka probleme me rrugët, por në disa fshatra mungon energji. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shqipëria po përballet ditët e fundit me një rritje të çmimit të ushqimeve bazë. Ministra e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, deklaroi sot se shporta me 80 ushqime po monitorohet për të mos lejuar spekulimet nga ana e tregtarëve. Bordi i Transparencës po ashtu do të jetë në fuqi për të reflektuar pa abuzime ndryshimin e çmimit të naftës në bursa. Rritja e çmimit të naftës ka shtrenjtuar menjëherë edhe ushqimet, duke përfshirë edhe produktet bazë. Në një konferencë për mediat, Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj shpjegoi se në këto kushte qeveria po vijon monitorimin ditor në mënyrë që të frenohen abuzimet nga ana e tregtarëve. Sa i takon ushqimeve, unë thash ne po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve, pasi sigurisht që ne kemi përzgjedhur në bashkëpunim me Instatin këtë listë produktesh. Ministri ashtoi se në kushtet e një rritje të vazhdueshme, qeveria do të ndërhyjë për t'ju ardhur në ndihmë shtresave më në nevojë. Në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme, sepse sigurisht që luftrat dhe ndikimet fillojnë dhe mbarojnë, siç kemi parë dhe në të kaluarën, dhe përqendrimi ynë kryesor do të jetë tek pensionistët që realisht nuk kanë kapacitet. Duke u ndalur te çmimi i naftës, Ibrahimaj theksoi se vendosja e një çmimi tavan nga Bordi i Transparencës erdhi për shkak se tregtarët nuk ndoqën ulje në bursë. Bordi i Transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga që ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur. Gjatë konferencës, Ibrahimaj bëri të qartë se bordi do të qëndrojë në fuqi derisa çmimet të rikthehen në nivelin e periudhës para luftës. Por situata në lindjen e mesme duket se ka sjellë përfitime për operatorët turistikë. Shumë nga të huaj që vizitonin deri dje Dubain, tani po vinë në vendin tonë. Këtë e tregon edhe rritja e kërkesës për pushime në Bregdetin shqiptar. Frika e pushimeve në Dubai për shkak të luftës ka bërë që shumë turistë huaj të rrisin kërkesën për të vizituar Shqipërinë si një vend të sigurt. Në konferencën për mediat, Ministri i Kulturës, Inovacionit dhe Sportit Blendi Gonqa bëri me dije se operatorët turistik kanë raportuar rritje të kërkesës. Me keqardhje, sepse nuk na kënaq natyrisht askush s'duhet të kënaq me fatkeqësinë e askujt, por Shqipëria është vetëm në një potencial dhe është një alternativë shumë e mirë e planeve të reja që ata që do shkonin në lindjen e mesme me riorganizimin e agjendës tyre të turizmit dhe të të udhëtimit do ta kenë Shqipërinë një nga oferta më të mira. Ministri u fokusua edhe te kërkesa në rritje për sa i përket teatrove në vend dhe siteve kulturore. Që është një lajm i mirë për qytetin, ne e dimë shumë mirë që sidomos Tirana vibrante e një jetë kaq të gjallë në kuptimin edhe të popullsisë, por edhe të rëndësisë që ka kryeqyteti për gjithë vendin dhe për aspektin turistik, por edhe për aspektin
kulturor dhe të themi vizitueshmërisë si kryeqytet. Gonxha foli edhe për muzeun arkeologjik që do të ngrihet pranë sheshit Nën Tereza. Kemi mbyllur thirrjet për projektet kulturore dhe turistike, janë 700 aplikime dhe janë shpallur rreth 250 projekte fituese, janë në përpunime sipër faza ankimore dhe do dalin edhe të dhënat e tjera me shifra. Në fund, ministri u ndal edhe tek projektet e reja kulturore, duke përmendur se deri më tani numërohen rreth 700 aplikime, nga të cilat 250 janë shpallur projekte fituese në të gjithë vendin. Lideri i opozitës Berisha akuzoi kryeministrin Rama se ka kthyer Shqipërinë në një lavatriçe të pastrimit të parave të drogës. Kryetari i Partisë Demokratike tha gjithashtu se ish numri 2 i qeverisë Balluku po tenton t'i shpëtojë drejtësisë duke kërkuar shtetësi nga vende të tjera. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama se Shqipëria nuk është i vetmi vend ku ekziston korrupsioni, sollën dhe reagimin e Sali Berishës. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike bëri një krahasim me vendet e tjera të Europës, duke cilësuar Shqipërinë si një lavatriçe të pastrimit të parave. Është vërtet se vendet tjera kanë problem drogën, por po ka që vërtet se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Nuk ka kryeministër tjetër në Europë që t'u ketë dhënë trafikantëve miliona metër katror troje publike. Shqipëria sot është lavatrishja më gjigante e kontinentit të parave të drogës. Kryeopozitari ngriti dhe akuzën ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila sipas tij po përpiqet t'i fshijë drejtësisë nëpërmjet nënshtetësive të tjera. Lubia është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Sa i përket protestës kombëtare të radhës, Berisha theksoi se ende nuk është lënë një datë. Mbrëmja e sotme rikthen në ekranin e Vision Plus spektaklin Ferma VIP 3. Emra të njohur të artit, kulturës dhe televizionit, por jo vetëm, do të bëhen pjesë e një gare të fortë që premton sfida dhe shumë emocione. Në moderimin e Arbana Osmanit. Spektakli që ka mbajtur të gjithë në pritje, Ferma VIP 3, çelësiparin e rrugëtimit të tij sonte në mbrëmje. Një aventurë e jashtëzakonshme nis në ekranin e Vision Plus dhe live 24 orë në 2 kanale të dedikuara. Një rikthim i shumë pritur që këtë vit vjen me energji tërësisht të re, me një prodhim të sqaruar dhe me një cast që premton dramë, lojë dhe surpriza në çdo hap. Edicioni i tretë vjen më i madh se kurrë, duke bashkuar VIP-a që do të përballen me njëri tjetrin në një lojë ku vetëm më të fortët mbijetojnë. Këtë herë, që natën e parë në Ferm hynë më shumë personazhe se çdo sezon tjetër. Shumica prej tyre nga fusha e artit, skenës dhe televizionit, të cilët vijnë si një përzierje karakteresh që garantojnë tension, humor, përplasje dhe aleanca të paparashikueshme. Ky format do të mundësojë një kombinim të përsosur mes aventurës dhe bashkëpunimit, ndërsa çdo pjesëmarrës do të bëjë gjithçka për të arritur finalen. Edhe këtë vit, loja nuk është vetëm fizike, është strategjike, emocionale dhe sociale. Në drejtimin e Vita Production dhe producentes Holta Dulaku, rikthehet në ekran moderatorja e dashur Arbana Osmani, e cila do të sjellë çdo moment, çdo emocion dhe çdo surprizë të këtij sezoni. Është privilegj për mua që të jem këtu, kënaqësi e madhe që të punoj në një skuadër fantastike. Ferma është një format krejt ndryshe nga ato që kam prezantuar më përpara dhe që kam ideuar më përpara, sepse në qendër të Fermës është në vend të lojës puna. Dhe mua më pëlqejnë shumë njerëzit që punojnë dhe besoj që publiku do ketë modele të mira për të ndjekur, sepse minimalisht do ketë punëtor, njerëz që do merren me bujqësi, me blegtori, me sfida, e përpos këtyre, pasi ti përfundojnë të gjitha, do duhet të jenë edhe simpatik në publik.
Në fermën VIP, çdo ditë është një sfidë, çdo vendim ka pasoja dhe çdo hap mund të ndryshojë lojën. Do të jetë vendi ku do të sfidohen aftësitë e pjesëmarrësve në punë fizike, si dhe strategjitë e tyre për të krijuar aleanca. Jam e gëzuar që kemi një kast të shkëlqyer. Janë personazhe përveç se të njohur, shumica e tyre, shumë të njohur që na ka shoqëruar prej dekadash, janë të gjithë njerëz me karriera, pra që kanë një background të rëndësishëm artistik, por jo vetëm. Kështu që jam e sigurt që për 100 ditë do kemi mundësi të shohim gjëra të bukura, po edhe ta ushqejmë pak shpirtin. Ky sezon vjen më dinamik, më i egër dhe totalisht i paparashikueshëm. Me teknologjinë më të fundit të transmetimit dhe kamera super të avancuara, çdo moment i Ferma VIP 3 do të vijë më i qartë, më afër dhe më real se kurrë. Këtë vit, produksioni ka ngritur një strukturë të re teknike, 4 regji të koordinuara që ndjekin paralelisht çdo lëvizje të VIP-ave, duke kapur çdo reagim, çdo përballje dhe çdo detaj pa humbur asgjë. Një eksperiencë vizuale e një niveli tjetër që sjell spektaklin drejt teleshikuesit në kohë reale. Përmes një miksimi të elementeve të reality show dhe game show, Ferma VIP 3 synon të angazhojë publikun si kurrë më parë. Ndaj nga kjo e premte, mos u ndani nga 2 kanalet e dedikuara, si dhe nga ekrani Vision Plus. Starti i madh është sonte dhe gjithçka do të ndodhë do të flitet gjatë. Një 39 vjeçar nga Berati është arrestuar nga policia atje pasi akuzohet se ka abuzuar seksualisht me mbesën e tij të mitur. Sabri Likaj dyshohet se ka përdhunuar vajzën 15 vjeçare të vëllait me të cilën jetonte në të njëjtën banesë. Menjëherë pas marrjes së denoncimit nga prindërit e vajzës së mitur, policia ka vënë në prangë agresorin. Ndërkohë prokuroria është në pritje të përgjigjes analizave nga mjekësia ligjore. Vajza adoleshente, nga ana tjetër, është shoqëruar në ambientet e një qendre sociale në praninë e psikologës dhe në mbrojtjen e policisë. Rreshtet e dëborës përfshin Veriun dhe Juglindjen e vendit, duke shënuar gjithashtu një rënje të ndjeshme të temperaturave. Megjithatë, të gjitha akset janë të hapura, ndërsa ka patur probleme vetëm me energjinë elektrike në disa fshatra malor. Mëngjesin e kësaj të premteje, rreshtet e dëborës kanë përfshirë të gjithë Veriun dhe Juglindjen e vendit, duke sjellë vështirësi kryesisht në zonat malore. Në aksin Hani Hoti, dogana Vermosh ka patur rreshje mbi lartësitë 1100 metër dhe aktualisht 3 borë pastruese janë në punë. Ndërsa në akset Dedaj-Bog, Dedaj-Razëm dhe Bog-Thedh, gjatë gjithë natës ka patur rreshje bore me intensitet të lartë. Po ashtu, në qaftëore, shtresa e dëborës i ka kaluar 40 cm. Edhe në qarkun e Dibrës, fshatrat e Bulqizës janë përfshirë nga dëbora që ka arritur deri në 10 cm, por pa krijuar probleme në qarkullim. Në Juglindje, ndërkohë tërësia ka arritur deri në 20 cm. Dëbora ka përfshirë edhe fshatra turistik të Dardhës, Voskopojës dhe Vitkuqit. Policia u bën apel shoferëve që të pajisin automjetet me goma dimërore dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Moti i keq ka sjellë probleme me furnizimin me energji elektrike në disa fshatra të Korçës, si dhe në zonën e Trebinjës në Pogradec. Në Steblev të Librazhdit, Gjinar dhe Funar të Elbasanit janë regjistruar rreshje, por nuk raportohet për problematika. Dëbora përfshiu edhe qafën e Llogaras. Temperaturat zbritën në -1 gradë Celsius. Autoritetet bëjnë me dije se rruga është e pastruar dhe është shpërndar krip për të garantuar qarkullimin normal të automjeteve. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të premteje në radhim të Vlorës. Në Bregdet është shëmbur një biznes i llojit restorant dhe gjithashtu 5 banesa. Objektet janë prishur pasi preken nga projekti Lungomare 3 që po transformon Bregdetin nga Vlora deri në Orikum. Aksioni nuk është kundërshtuar nga administratorët e biznesit të restorantit që ishte parashikuar për të shembur. Ndërkohë autoritetet bëjnë të ditur se ditët në vijim do të vijojnë prishjet e objekteve të tjera që ndodhen në gjurmën e shëndetore së re të Bregdetit jugor.
38 emigrantë sudanezë janë shpëtuar nga një anije shqiptare tregtare në det të hapur në ujërat ndërkombëtare. Ania Rafaelo, gjatë kthimit nga Egjipti në zonën ndërmjet Libis dhe ishullit të Kretës, pa një sinjal nga kapiteneria greke për një mjet lundrues në rrezik. Në këtë kushte, anija shqiptare ka ndryshuar menjëherë kursin dhe ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit. Një marinar shqiptar nga Elbasani, së bashku me ekuipazhin e anijes, tregoi se pas afro 5 orësh kërkim në det të hapur, gjetën një gomone që rrezikonte të përmbysej për shkak të mbingarkesës dhe kushteve të vështira. Emigrantët ishin të gjithë nga mosha 18 deri në 30 vjeç dhe më pas u lanë në Greqi. Fotografitë të papublikuara më parë që tregojnë jetën në Shqipërinë e viteve 60 janë ekspozuar në Muzeun Marubi në Shkodër. Ato janë pjesë e ekspozitës së fotografes polake Zofia Ridet. Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita Regjistri Sociologjik, një projekt monumental i fotografes polake Zofia Ridet, që dokumenton jetën, identitetin dhe ndryshimet shoqërore në Shqipëri dhe Poloni, gjatë dekadave të fundit të shekullit 20 me mbi 20.000 imazhe. Përmes një qasje unike, Ridet ndërtoi seri të strukturuara si gratë në pragje, profesione, dritaret e të tjerë, duke krijuar një pasqyrë të thellë të jetës së përditshme. Paralelisht ajo pasqyron edhe ndikimin e figurës së Papa Gjon Palit II në familjet polake. Nisi nga Dorota Horodiska, presidentja e shoqatës Shqipëri-Poloni. Ajo është shumë e apasionuar pas kulturës së vendit tuaj. Kishte dëgjuar në radio që Zofia Ridet kishte realizuar një set fotografish në Shqipërinë e viteve 60. Erdhi në Krakov dhe i pam së bashku fotot dhe më tha se duhet të bëjmë diçka për të dy vendet. Ja ku jemi sot, pas 60 vitesh, kthyem Zofia Ridet në Shqipëri. Perceptimi i punës që ka bërë Zofia është i veçantë sepse kur u prezantua në Poloni, të gjithë na thanë se fotot janë nga përditshmëria e Polonisë, kur shkuam në Londër janë realitet britanik dhe tani në Shqipëri po na thonë se është jeta e shqiptarëve. Pra ka diçka shumë universale në këto foto, ku gjithë secili gjen veten dhe ky është talenti i vërtet i Zofias. Ky projekt i kalon dimensionin e thjesht dokumentar dhe shndrohet në një atlas vizual, ku fotografia funksionon si dëshmi antropologjike dhe reflektim artistik. Të veçanta ishin fotot e realizuara në Shqipërinë e viteve 60 në Shkodër, Tiranë, Krujë, Vlorë e të tjerë, të publikuara për herë të parë. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshëm.